me kualifikimin e tyre. Kjo platforma me 48 ishte më mirë apo? Ishte më mirë, por uroj që si për Kosovën, si për Shqipërinë, e si për kombëtare tjera të vogla që kampionati botror të bëhet në 64 kombëtare. 64? Sepse është vërtet kampionat botror ku jepet mundësi. Synot është folur që kampionati i ardhshëm të bëhet me 64 kombëtare. Prandaj them që le të bëhet për shkak që jepet mundësi më shumë kombëtarëve që të jenë kampionat botror. Tash po e shohim që kampionatin botror nuk po organizon vetëm një shtet. Edhe të ardhshëm kanë organizuar pas të 3 shtete. Që është mundësi e mirë që 2-3 shtete patën tjenë edhe fqinje të organizojnë një kampionat botror me 64 kombëtare. Unë besoj që ka qenë njërë për kampionate botrore më të mira, me 48 kombëtare. Ky e kinë të i vitja? Edhe besoj shumë që edhe me 64 kombëtare dhe të ishte edhe më interesant. Do të kishim më shumë kombëtare, si të vogla, si kombëtare të forta, edhe vërtet do të shihni futboll të mirë, interesant si që po më tashim. Po, e ka prish pak që kjo pjesëmarrja e këtyre kombëtarëve të vogla. Po pikërisht kombëtarët e vogla do të pasi. Kush ka dëgjuar për kepin e Gjelbër dhe Koraçan para